Partia e Lirisë, përveç 4 emrave që ka marrë në listën e sigurt të kandidatëve për deputet, do të ketë përfaqësuesit e saj edhe në listën e hapur. Mësohet se kjo forcë politike deri në këtë moment e ka arritur të marrë Partisë Demokratike nga një kandidat në 11 qarqe të vendit me përjashtim të Kukësit. Lëvizja surprize Metës për të shkuar nga lista e mbyllur e Fierit në listën e hapur të Tiranës ka zënë të papërgatitur demokratët, të cilët shohin që nga kryeqyteti të ketë edhe një deputet më pak për shkak të shanseve të mëdha që ka kreu i Partisë së Lirisë të dalë deputet. Mësohet se direktiva për të gjitha strukturat e Partisë së Lirisë ka qenë e qartë për të kërkuar çdo vot për Ilir Metën që do ta bëjë këtë forcë politike me 3 deputet në Tiranë. Siç raporton Top Channel, emrave të konfirmuar të Tedi Blushit dhe Erisa Xhixhës në Tiranë dhe Edmond Haxhinastos në Elbasan. I shtohet edhe sekretarja e përgjithshme e Partisë së Lirisë Brunilda Haxhiu, e cila do të jetë në listën e mbyllur të Fierit, ndërkohë në përqarqet e tjera. Ndër emrat që po përfliten janë ata të Lefter Maliqit në listën e hapur të Beratit, Viktor Tushaj në Lezhë, Gentian Çala në Korçë dhe Dashamir Xhika në Elbasan. Ndërkohë vetë Ilir Meta bëri një reagim ditën e sotme nga qelia e 313-ës, ku konfirmoi edhe një herë se do të jetë pjesë e listës së hapur të Partisë Demokratike. Edhe pse ditë më parë Sali Berisha kishte konfirmuar se Meta do të ishte pjesë e listës së mbyllur, pra asaj të sigurt. Meta thot se sa më e madhe sakrifica, edhe fitoria do të jetë më madhështore. Ndërkohë, në vazhdim të negociatave për pjesën e listës së hapur, 2 aleat Berishës, Fatmir Mediu dhe Agron Duka u pan sot në Selin Blu, duke qenë se jemi vetëm një ditë përpara skadimit të afatit për publikimin e listave përfundimtare të 11 majit.